njeriu nuk do të bëj diçka, por unë do t'i deklaroj dhe do t'i pse nuk Elvira, pse nuk ma thëndaj adreson ato manipulime të tilla? Por sepse si do të dallosh ti kur akoma nuk ke frymën e shenjtë, nuk je në beslidhje. Sepse tu ekspozua ma thëndaj bali tent, balesha, edhe si ty dhe pranverës ma thëndaj, apo të tjera që ma thëndaj është manipuluar kombi me gra të tilla, që po të hymë në ato biseda ma thëndaj dhe dëshmi që jo më kapi buri këtu, thoshin më hodhi këtu, më beri atje. Ato ishin bisedat në miqësitë e Alketës, të grave atje. Ndërkohë që me deklarime të tilla mishore, demonike, deklaroje se ti je profet dhe ti do flasësh gjëra në ekzistencë. Ato ishin manipulime demonike që bëjnë çantimet, bëjnë magjistarët. Duke deklaruar të njëjtën gjë, që më thëndaj ke dhe lobin që fuqizoshe dhe ta tregoj videon që bente atë fuqizimin e tia, me çantimet nga njerëzit, nga i merrte fuqit ai dhe linte, më thëndaj, gra, shtazane dhe abortonin. Dhe këto janë manipulime që bëjnë në frymërat, për që ai të fuqizoshe me fuqitë që demonët i japin. Me çdo lloj pasuri të madhe, pasuri që i pe në Joyce Meyer pak më përpara. I shikon mamonët. Dalta ta nderim dhe atë dhe do vazhdojmë. Santimin e tjetrit. Imagjini që ai fuqizoshe në Afrikë dhe masandaj shkon në Amerikë, që njerëzit nuk i dinë këto gjëra. Që janë fryma demonike që masandaj fuqizohen. Like an example, everybody me anë të frymrave. Ndërkohë bënte deklarimin e tij masandaj. U dëgjua diçka vëlla motor? U dëgjua. Tani Çikës, po, okay, thashë do dëgjoshe. Okay, ja vetëm ta dëgjosh pastaj do të shfaq videon, por ta dëgjosh vetëm pak. Çfarë tha që në fillim për punën e të immoralitetit apo jo? Është mëkat apo jo? Shiko çfarë fillon si e mbrojnë veten këta njerëz. Siç e mbrojnë manipulimet e denominacionit sot me njerë. Shiko çfarë tha ai. Më thuaj në Bibël, shiko dëgjoj vetë. He says sex before marriage is a sin, right? Show me one verse that says that. No verse that... Shiko se tha? Më thuaj që marrëdhënia para martesës qen ka mëkata. Më trego vetëm një varg. Më tregon vetëm një varg? Shiko thot. Më thuaj në qoftë se thuhet ta, deklarohet ta që po, ta, domethënë të kryesh marrëdhënie intime para martesës qen ka mëkata. Më thuaj një varg në Bibël. Shiko çfarë manipulime. Data shfaqim. Është mësimi më vete, nuk po thjesht me që erdhi në bisedën tonë. Dhe do shfaqim atë që ai çantonte. Tamam që manipulimesh. Shiko me vëlla, si do ta mbroj veten ai për çdo immoralitet që do ta tregoj më vonë. Ai do ta thotë të varë, do ta manipuloj Satani që ai të jetë i shfaqsuar. Ti shikon çfarë bën këta njerëz? Po. Ndërkohë që fillim që në immoraliteti që masandaj një person vazhdon të kryej marrëdhënie, ai është mëkat para martesës dhe jashtë martesës. Që me si adreson dhe çështjen e zemrës sot dhe po të shikosh një femër me sy, masandaj për ta dëshiruar ta dëshirosh, po. Ke shkelur thot, ke tratuar thot martesën tënde thot. E sikur e ke tratuar thot në zemrën tënde. Ja një moment ta shikoni manipulimet e tyre dhe po të nëse ta përsërisim me një, le ta përsërisim me një, sepse ndoshta dikush se dëgjovi. Është volumi mirë, okay. Dal ta ngrenë pak. Shikoj vetë çfarë tha. Do ta shikosh më vonë si e manipulon prap shkrimin. Like an example, everybody says sex before marriage is a sin, right? Show me one verse that says that. No verse that says that. Shikoj se tha, nuk ka shkrim tha që të përcaktoj tha që shikoj këta njerëz. Ndërkohë
flokët kundra ligjit, zhveshjen, do dali një burrë me zhveshje të tilla, që për ne burrat, duhet jetë poshtë gjurit, të paktën. Po shiko si dalin. Shiko me pantallona të shkurtra çfarë mund të dali aty. Më thuaj ti, si burrë. Ati thotë mos i ruaj flokët anash dhe mbrapa, sepse kjo ruajtje beshe thotë për të vdekurit dhe është një neveri për atin. Ja ta bëjnë ta. Sepse nuk kanë ligje. Normal që nuk kanë standarde morale. Gjë që përmenda flokët për të thënë detaje të vogla, që nuk janë të vogla, fjala e atit nuk është e vogël në atë parë, po thjesht për të thënë. Dalë të ka, tash do dalin gjërat. Ja shoku i tia, mos andaj siç kemi, ja shoku i tia Xhava. Mjafton hipokrizia e tia. Shikoj manipulimet. Ja ku është shoku i tia. Tjetra që shkoj me te. Kur ai ishte martuar, ja ku del tjetra dhe ekspozon mos andaj lovin. Ajo flet. Kjo ishte njëra, se nuk do të vazhdojmë më përpara. Tjetra, kjo ishte tjetra mos andaj, që ekspozovi. Që kjo u manipulua për 2 vjet. Dhe përse se ai tha një fjalë, mos andaj që unë perceptoj tha që ti po kalon këtë në veten tënde, në jetën tënde. Dhe beri në Instagram. Që nga Instagrami kjo u lidh dhe nuk e dinte që ai ishte i martuar. Kur erdhën të tjera që në të njëjtën kohë po shkonin me te dhe ishin të manipuluara femra në atë mënyrë, dhe pastaj kjo tha çfarë po ndodh, sepse pas ka dhe të tjera, ai që ka dhe i martuar. Dhe doli këtu për ta ekspozuar. Hapurazi. Dhe qojti mas andaj edhe pranovi mëkatet e saj, tha isha mendje lehtë, tha u gënjeva. Ati të më fali, tha. Ja ku kanë mesazhet e lovit në të djathtë, ja ku i ke. Si ti thotë. I vazhdon akoma me këto gjëra? Po normal që vazhdojnë ata. Si do fuqizohen ata, do bëjnë të njëjta gjëra. Mos mendoj se do ndalojnë këta. Mos mendoj se në Shqipëri do ndalojnë shërbesat e tyre pa ofrimin e atit, mos ndoshta do ndalojnë, si mendon ti vëlla? Kundra frymës së atit, të gjëra. Po ti si mendon? Që do ndalojnë këta njerëz? Nuk ndalojnë këta derisa të vi Mesia, derisa të kenë frymën në mushkrit e tyre. Sepse do gjykohen prej tia. Sepse ti e di në ligjin për 13 thotë që këta që mos andaj janë shenja mrekullitë dhe realizohen, thotë që nuk kanë urdhrimet e ligjit tim, këta janë vendosur për të testuar zemrat e njerëzve. Që është dallimi në ligjin për 13 një profet, një mësues, nëse është për jatit apo jo. Ai që është për jatit e pam pak më përpara. Ai ka urdhrimet e ligjit, ka frymën e shenjtë. Nuk është gënjeshtar që nuk do të dëgjojë ligjin, ai e dëgjon ligjin, e zbaton. Dhe është i urtë. Ai që zbaton ligjin është një bir me mend, thot fjalë të urta 28. Lutja e tij dëgohet sepse nuk e kthejnë veshin djetiu për të mos dëgjuar ligjin. Okej, ne vazhdojmë. Tjetra, kjo ishte tjetër që prap kjo që shkonte me te. Dhe kjo doli mas andaj, këta dalin her pas here. Por duhet të tregoj çantimin sepse kjo e tha. Ja data di. He can't be with photograph. Çfarë mesazhi ishin këtu ja? Data shikoj mesazhin. Un kam qenë me ty si mund të isha një familje, mas andaj. Dhe kjo i thotë, tash i tha, çfarë të që kanë dashuri? Mos e thuaj atë. Tani kjo po i thoshte për të shoqen e tia. Po i thoshte që çfarë u ktheve në dashuri tha për gruan tënde, thotë ti the që nuk e do. Ndërkohë, shiko, ai i thoshte për gruan që unë nuk e dua, jam në shtëpi me te, por të dua ty në. Dhe kjo i thotë, tani ti thua e dua, por nuk jam në dashuri me te. I thotë, ai i thotë vetë, ja ku e ke këtu ja, zemra ime është në dashuri me ty, thotë, të dua ty, thotë. I thoshte kësaj, lobi, po. Sepse jam i obsesuar me dashuri me ty, thoshte kësaj. Ne dua të kujdesem për ty, ti do të jesh në rregull për mua, je perfekte për mua. Ndërkohë, dhe ajo që kishte në shtëpi, të shikosh mas andaj kërcimet e veshja, mas andaj lartë gjurit me mini funde,
vazhdojnë, ajo quhen vetëm profetesha, ajo është më vete manipuluar. Dhe ma thënë dhe ta shpjegojmë këtu kur thot ajo, po duhet të shpjegoj çantimin që ta shikoni vetë. Ja ku është çantimin këtu janë çik. Ja. I want to be with this woman. He's only with her because of ministry. He is in love with me, but at the moment he can't be with. Photographic evidence was evidence of witchcraft. Shikon? Ja ku është lovi me këtu me shiko ku bën magjitë. Ja ku e ke. Me të bardhë. Duat mbi kokë, këta vetëm çantojnë. Da. Shikon? Dalta ta kthejmë pak fare. 10 sekonda. Okay. He's only with her because of ministry. He is in love with me, but at the moment he can't be with. Photographic evidence was evidence of witchcraft. Evidence of using church. Le abuzimin e lekëve. Kur e pe magjinë, që fuqizohen këta njerëz. Is in love with me, but at the moment he can't be with. Photographic evidence was evidence of witchcraft. Evidence of using. E dëgjon si marrin fuqi të këta njerëz dhe masandaj vjen emrin e Zotit Jahue përsipra. Shikon? Këta janë njerëz që i bëjnë me vedije. Ka njerëz që janë të manipuluar, nuk e dinë dhe mendojnë si punë bëjnë hin apo të tjerët karizmatik atyre. Nuk ka njerëz që këta e dinë ku po shkojnë të marrin fuqitë. Ishte afrikani që nga Italia, që shkonte masandaj mu në vendin e tij të merrte fuqitë, të fuqizoshe nga altarët dhe riktheshe në Itali. Nuk e shiko tash e ekspozon një church funds to fund myself and maybe other people's lifestyles, but I show explicitly how it was used to get me. Merr lekët e kishës masandaj për kënaqësitë e qefet e tija, që njerëzit vënë japin vëlla motër. Japin, të tregojnë vllai, nuk e di a kam këtu, do ta kem këtu, është puna atyre $1,000 që thoshte atyre grave, atyre vajzave për të martuar dhe shkoj la fytyrën ten, më thënë 7 herë. Në banjë dhe do martohesh. Por para se të do të japësh 1.000. 1.000 dhe kush ishte aty prezent, më thënë ishte Xhava. Prezent aty thoshte baba, i thoshte Xhavës. Si mendon ta lejojmë këtë gjë edhe sepse njëra po i kërkonte, a mund të japun lekët mbasi të mbaroj shërbesa. Po ja ta pyes baban tin. In an apartment, I show that he was being unfaithful to the woman he was living with, although they were not married at the time. And I also show clear graphic video to be delivered from that. Për rituale thot ky. Që vajzat thotë janë si barku i tyre thot është mbajtës për ritualet. Bëhet altar barku i një grua. Nuk e di ajo vajzë që barku i saj është një vend altari që kryen masandaj shkëmbimet në ana frymërore. Sepse me abortin që ajo bën, që kanë bërë këto vajza, masandaj fuqizohet është një sakrificë për balin. Balin që ata adhurojnë që lovi fuqizohet dhe Xhava. Ke në Kanada njerin prej milionerve që një të një rekurtonte vajza të reja, i linte Shazan, abortonin dhe masandaj merrte qeliza stemale dhe injektonte për veten e tij. Për të ndenjtur masandaj të mos plakeshe. Çfarë po bënte ai? Po bënte ritualet magjike nëpërmjet intimitetit. Lëni Shazan, sakrifica masandaj sepse ajo embrion ishte sakrificë për balin, dhe këta njerëz fuqizohen për çfarë? Për lekut, prej kënaqësive, qefe, vendeve, pozicioneve, lartësimit që shikon brenda në ata shquajtur që quajnë kishë pentakostalet. Kjo është konsistente me disa histori thot që gra kanë humbur fëmijën e tyre
kanë patur, më thënë, kergjo thotë humbje të fëmijës, abortime të vazhdueshme, dhe kanë dëgjuar që kjo është një mënyrë thotë që demonët fuqizohen me fuqinë e tyre. Multiple link. Yes. Sex is not just sex. In the spiritual realm, it means something different. This is why you are not supposed to be sleeping with anyone you find. Thoshtë që nuk duhet të flesh me çdo njerin që shikon, thotë, sepse është një shkëmbim, masandaj fuqie, rinovimi, fuqizimi që bëhet nëpërmjet intimitetit, kryes të marrëdhënies intime. These guys, when you look at these guys, there are a lot of sex scandals in their church. Ja, kur i shikon këta njerëz ta, i shikon që kanë skandale nëpër masandaj të intimitetit të femrave, thotë, nëpër mbledhjet e tyre. These are not just mere trying to quench, maybe, trying to satisfy himself. Nuk është puna tha sepse njeri ra në mëkat ose do vazhdoj sepse është të dëshirat e mishit, do ti thotë këta në tjetër thotë. Ta që po bëjnë këto gjëra. For anything, they are rituals. Nga rituale. These ladies, they are hosts. This is why they have a lot of miscarriages. They are spiritual hosts. Before he goes janë, thotë janë çfarë, domethënë pritëse ose thua host, do thon si thua mbajtëse. On the pulpit, he needs to sleep with a lady. Shiko, se harrova këtë. Para se të shkojë thotë të predikojë vëlla, motër, këta njerëz kryen marrëdhënie për të fuqizuar me fuqi të demonike dhe kryen me gra, me vajza. Dhe dalin atje të fuqizuara nga frymrat dhe përmendin pasandaj emrin e Mesias dhe të Atit për të thënë diçka që është e manipuluar, se po ti dëgjosh disa minuta e kupton që shkrimi tashmë është manipuluar, është trembruar. Përse ke ato manifestime, ato rënie, ato dridhje, ato janë fuqizime që bëjnë këta njerëz në persona të tjerë. Ai apo ajo fuqizohet dhe mbushet nga frymrat në këto vende dhe do vihet të japë masandaj, të majme ofertat. Sepse është i mashtruar, i magjepsuar. Një person i magjepsuar bën gjithçka. Ajo vajza që ato vajzat, që 3 prej tyre të paktën, ishin të magjepsuara, prej fuqive dhe të joshur prej këtyre njerëzve, sepse dhe kanë dhe pamjen që i joshin masandaj dhe është e përfshirë të tëra masandaj epsh dhe të tëra gjëra që ndodhin. So those that he's sleeping with, he's putting his spirits in them. Shikon? Në këto që ai fle me këto vajza, po fut të njëjtën demonët tek ajo. Dhe kur ka nevojë për fuqi, ai do kryej marrëdhënie prapë me atë vajzë, që të fuqizohet. Sepse ajo është mbajtëse e asaj frymës. Whenever he needs them, he will still go back and pick those spirits from them. So all this is why most of these prophetic churches, there are a lot of adultery. There's a lot of adultery, a lot of fornication. Prandaj thotë ka shumë thotë masandaj imoralitet në për këto. Prandaj masandaj lovi e mbrojti që në fillim imoralitetin, duke thënë më tregon ndonjë varg në Bibël. E shikon? Mjafton, çfarë të themi ne? Mjafton. Se sa prej atyre që kam paralajmëruar për këtë lloj frymra, kam të paktën 5 vjetët e fundit që po lajmëroj si masandaj veriun e Shqipërisë, apo në Atlanta, apo në poshtë në South, apo në Florida, në New York, se jeni akoma pjesë e atyre. Le të vazhdojmë. Sepse është mirë të shfaqim kur janë në mësime sipër. Gjë që do bëhen hapur, dhe janë bërë, në shumë për tyre kam një javë që ati vetëm po më fuqizon për të ekspozuar këto punët e errësirës. Ai që zbaton urdhrimet e ligjit, qëndron në Zotin Yahweh nga fryma që ai të jep.
Pyeti këta njerëz për urdhrimet e ligjit. S'do t'ja din fare. Do t'ja din sepse fitojnë. Unë e njoh atë, dhe të thot vetë apostulli, do jenë njerëz që do vinë të thonë unë e njoh atë. Por nëse nuk zbatojnë urdhrimet e ligjit të Atit Jahve thot, ata janë gënjeshtarë dhe nuk kanë të vërtetë, nuk ka dritën në te. Nuk ka dritën në ta thot. Sepse kur nuk zbaton dhe kur ke braktis urdhrimet e ligjit të Zotit Jahve, shkon mbas balve. Po nuk të pëlqevi ty në ATL, në Georgia. Nuk të pëlqevi kur të thash që po shkon mbas balve sepse ke braktis urdhrimet e ligjit. Dhe më normal, pasandaj Jezabeli ngrihet me çdo lloj deklarimi, si shikojmë tjetër nga Italia që sapo përmendëm, me akuzime, kush mund të akuzojë? Po të dëgjosh ligjin e Atit Jahve, do të akuzoj vetëm i ligu, bije gënjeshtar dhe rebelë, që nuk duan të dëgjojnë atë ligj. Burë e gra, burrat janë të parët. Ndërkohë, si vazhdon shkrimi, thot. Dhe u thonë, masandaj, atyre që shikojnë në frymë realisht, profetëve të Atit Jahve, mos na thoni vegime, mos na profetizoni gjëra të vërteta. Mos na thoj fjalën e vërtetë, siç po ndodh me ekspozimin e shumë gjërave, por ti më tregoj gjëra të këndshme, gudulisjet, dhe më profetizo, biri i Zotit, njeriu i Zotit, profetizo. Profetizo mbi mua. Kështu bën këta njerëz. Dhe masandaj shikon atë, a declare and declare. Shikon atë, unë deklaroj dhe shpall sot. Ti pas ke fuqi të deklarosh dhe të shpallësh? Kjo është karizmatika që ka ndodhur për vite. Që nuk e di ku je ti në Voskopoj, nuk e di ku e dëgjon, më gjende vajtoj. Por akoma je për të hyrë në bestridhje. Sepse pagëzimin nga shkelit e ligjit që mund të marrësh faljen e mëkateve, nuk e ke bërë. Sepse ke një Krisht tjetër. Sado u mundova unë për disa vite. Ja ku janë prapë fjalët e së vërtetës. Mesia thot, ti ke gjetur dhe ke vënë në provë. Thot, ti i vure në provë. Dhe kush na vë në provë neve? Vetëm fjala e tij përpara. Sa po përmendëm fjalën e tij të Atit Jahve, që Mesia përdori fjalën e Atit Jahve si masandaj shpatë për çdo person me fetarët e kohës që kishin braktisur ligjin, që mendonin se ishin kryeprithërin dhe prithërin, ai gjeti gënjeshtar. Dhe prandaj tha ju një bitë e djallit, e tha. Si tha? Në Gjoni 8, farisejve që kishin çfarë anulluar ligjin? E njëjta gjë, pasandaj ti bën deklarime të tilla. Farisejt të kishin anulluar ligjin, Marku 7, Elvira. Është e kundërta. Nuk kemi neve, po janë ata që të ka mësuar gabimisht tyne, sepse e ke lejuar, mund të mësohesh në të vërtetën, e urdhrimeve të ligjit kështu nuk mëkaton, dhe Mesian Jashuan masandaj të ringjall në atë ditë. E sjellim një varg, dhe lavdijemi të tia për vargje që ai na ka dhënë. E ku do ishim pa ato? Me tërë manipulimet që ndodhin sot, ku do ishim pa vargjet e Atit Jahve që ka dhënë? Ku do ishim? Lavdijemi të janë të Ati im Jahve, që na ka dhënë fjalën e vërtetës që ne të dimë ku të mbështetemi. Sepse jo të drejtë janë ata që dëgjojnë ligjin, por janë të drejtë ata që zbatojnë ligjin dhe do të shfaqsohen njëre për gjithmonë në atë ditë. Përse këtu apostulli thotë që janë të drejtë ata që zbatojnë ligjin? Dhe nëse rezultat do marrin shpërblimin atë ditë, që zbulesa 22 mas andaj prap me vargun 14 ku zbaton urdhrimet e ligjit. Dhe ke të drejtën për të ngrënë nga pema e jetës. Nga pema e jetës? Okej, le të vazhdojmë pak. Ne zbulesa 2. Ti ke duruar dhe ke qëndrueshmëri për hir të emrit tim dhe je munduar pa lodhur. Tani, pak më përpara ndodhi që kishin disa pretendime
Disa kishin pretenduar që ishin me një titull, por u gjetën gënjeshtarë. Ishin bi rebel që nuk donin të dëgjonin ligjin. Dhe del nga kjo situatë, nuk është e vështirë pendimi. Pendimi është bekimi më i madh që aty na ka dhënë. Dhe të kesh qëndrueshmëri dhe durim për të zbatuar urdhrimet e ligjit është gjë e mirë. Por këtu e thotë kam diçka kundra te, po e thoshte mos andaj vetë drejtuesit të asamblesë së kishës atëherë thotë, sepse ti ke lënë dashurinë e parë, do thotë që ishin disa gjëra që ai duhet të rregullonte. Vendohu thotë, të mos të vita heq, ta luaj shandani, nuk tha kryqin, që është shenjë e vdekjes e poshtërimit, e çdo gjëje që përdorte për orënoria romake, përdori nga Egjipti, që është Hermesi, është Apollos, që bënin sakrifica në udhë kryqe, dhe ajo shenjë përdorin romakët, paganët. Shandani thotë, pranine ka fjalën, pranine e frymës së shenjtë, që ishte shandani ishte brenda në tempull, ku prania e frymës së shenjtë ishte një nga elementet që ndriçonte në këtë rast vendin, të mund të ndriçojë ecjen tënde, kur ke urdhrimet e ligjit të tia, që janë llambën në këmbën tonë, janë dritën në shtegun tonë, thot Davidi. Davidi që kishte ligjin, një personi i vetëm që foli më shumë për ligjin e Zotit Jahve, nga të tërë në shkrimin. Dhe ishte njeri sipas zemrës së Atit Jahve, apo jo? Përse ishte sipas zemrës së Atit Jahve? Ndërkohë që ai foli për ligjin më shumë se të tjerë. Prandaj në fundit vëllamote, se nuk e thashë, në fundit kur po luteshim, jo këtë po e në kaluar. Shikonja Mesian Jashuan dhe Atin Jahve në dritën e tij, nuk mund të shikonja fytyrën. Por e dinja që isha atje në fronin, kur më hapi sytën në frymën atë moment. Po e shikonja Mesian masandaj, që ishte në të djathën e tij. Ishte e parë që i më tregonte në atë mënyrë, e dytë që është e drejta, po e parë në këtë mënyrë. Se në parë ku më dha, më çovi në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, në frymën, në ëndër, duke më dhënë pllakat qellore masandaj dhe atë pllakën e gurit që nuk e lëshonja, të mos ma vite dikush. Dhe Mesia më tha masandaj, përse tha, mos u shqetëso, tha, këtu nuk të vjedh njëri, tha. Tova masandaj qytetin për ari, për kristali i madh, në një qoshe, që po ecnja shikonje poshtë këmbët e mia, tha mos bie. Po masandaj, çfarë mund të imagjinosh në atë moment? Shikon që është transparent vendi ku po ecën, ka shtylla të mëdha që janë prej ari, prej çdo guri të çmuar. Shikon lart masandaj në qiellin e shtatë Mesia të shikon duke qeshur. Ngrihesh në mëngjes, bushesh me frymën e shenjtë. Të vjen frika Atit Jahve akoma më thellë në zemrën tënde për të mos shkelur ligjin. Këto janë gjërat e mira, këto janë takimet hynore që duhet të ndodhin. Jo manipulime, masandaj ja ndodhi kjo, ndodhi më foli mëngjes drejt darkë, gjëra të tilla, siç bën karizmatika sot. Por thot, ti thot, i urrejnë thot veprat e Nikolajtëve, që kishin çfarë? Qefet, kënaqësitë, mamoni, lekun, këta ishin Nikolajtë, ishin grekët. Që thot dhe unë i urrej, thoshte Mesia. Gjithashtu dhe unë i urrej, thot. Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që thot fryma kishave. Përcaktuam që në fillim, kush ishin bijtë të gënjeshtarë, që kishin marrë tituj, që pretendonin se ishin me tituj. Bijtë të gënjeshtarë, që nuk duan të dëgjojnë ligjin. Kush do ta ringjalli Jeshaja, profetin Jeshaja, Isaian, kush do ta ringjalli? Mesia Jeshua me fuqinë e frymës së shenjtë që Ati ka dhënë ato autoritet. Jeshaja foli disa gjëra për Atit Jahve, që Ati Jahve i jep autoritetin për ringjalljen. Dhe Jeshaja foli që bijtë të gënjeshtarë ishin ata që nuk donin të dëgjonin ligjin e Zotit Jahve. Dhe këtë profet të vërtetë që po sjell disa urtësi në zemrat tona, këtë do ta ringjalli Mesia Jeshua që tha të njëjtën gjë për punën dhe vendin së provë, masandaj dhe gjetjes, masandaj gënjeshtarë të disave që pretendonin se merrnin tituj. Në zbulesa 2. Dhe vazhdon thot që dhe të tjerë thot që ti gjetë gënjeshtar që thot unë i urrej thot. Kush ka veshë, le të dëgjojë çfarë fryma thot kishave. Kush fiton, do të jap të haj nga pema jetës.
që është në mes të parajsës, dhe këtu parajsa është qyteti i ri, Jeruzalemi i ri. Parajsa ishte në kopshtin e Edenit. Ajo parajsë ishte dhe u troq lart, dhe tani do zbresin si qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, thotë vetë profeti Baruku me Ezrën, që thoshte ma thënë Ezra hapur atë, sepse mbajtën ligjin e ligjdensit dhe do vrapojnë të shikojnë fytyrën e atij që kanë shërbyer për atin Jahwe. Ta shikojmë atë. Sepse kombi tonë duhet të instruktohet. Në fjalën. E dyta, që Mesia citon për Ezrës. Libri i dytë i profetit që hoqën farisejtë në shekullin e dytë, që Mesia citon thot, kam dashur të mbledh si ajo pula që mbledh zoçka e saj. Dhe citovi prej të dytës e Ezrës 1:17. Ja, do ta shfaqim më vonë, do ta shfaqim atë në fillim që Mesia Jeshua citon Ezrën. Pastaj që të dish që ka një kontekst përse po i themi disa gjëra dhe i kemi kërkuar, i kemi gërmuar këto gjëra, para se të dalu me libra që janë hequr, masandaj që Bibla e vërtetë po mbarojmë me hirin e tij, ta kompilojmë të plotë. Ja ku ke Mesian Jeshua që thotë në Mateu 23, o Jeruzalem, thotë, o Jeruzalem, ti i vret profetët, kjo ka një domethënie të madhe. Ja si goditen profetët e vërtetë që mbajnë urdhrimet e ligjit, siç u goditen profetët në atë kohë. Ata që kam dërguar, thotë, sa herë që kam dashur të mbledh, thotë, bitë e tu ashtu si një puli mbledh zogjtë e saj në krahët e saj, por ju nuk deshët. Kjo është shtenia prej profetit Ezra që ai citovi të librit të dytë të Ezras. Ja që thot Ezra në librin e ditë të dytë. Ju mblodh ashtu si një pulë mbledh zogjtë e saj në krahët e saj, por çfarë do bëj tani me ju, thot? Ja çfarë citovi Mesia lart. Ja ti afrojmë pak se ta shikosh dhe vetë. Ja, ti shikon ekran. Ezra ishte të paktën 300 vjet përpara ardhjes së Mesias, të paktën. Ezra citon për frymës së shenjtë, thotë, që një pulë, thotë, do të mbledhë zogjtë e saj në krahët e saj, dhe atë thoshte çfarë do bëj me ju, sepse ishin rebelë ndaj urdhrimeve të ligjit. Përse thotë Mesia të njëjtën gjë? Përse citon Mesia 300 vjet mbas Ezrës të njëjtën gjë? Sepse e kishte cituar në apostujt librat që janë hequr, dhe sa të tjerë janë hequr. Okej, e konsumuam. Ja ku ke nga versioni King James që ta thot në vargun që më thënë adreson që në Mateu 23:37 të jep referencën më thënë thotë e dyta Ezras 1:30. Ky është Bibla e versionit King James që sot e mbajnë. Ja ku ke. Jep shpjegimin që çfarë po citonte Mesia në Mateu 23 vargu 37. Okej, e konsumuam librin e Ezrës që është i vërtetë sepse citon Mesia Jeshua. Çdo gjë që Mesia citon dhe bën dhe praktikon është e vërtetë. E ti mbaj ato që bën ai, do jetë mirë me ty, do të ringjallë ai vetë. Po të praktikosh dhe të thuash çfarë thënë. Praktikovi urdhrimet e ligjit, praktikovi festat biblike. Ai do jetë mirë me ty. Okej, për punën e ringjalljes. Ne të shikojmë, Matej, vazhdon shkrimi.
Falni për lëvizjen shpejt. Okej. E dyta Ezras 7. Kapitulli 7. Dhe thotë që kur shumë i lartri krijoi Adam, krijoi botën, Adamin, të gjitha, së pari përgatit gjykimin dhe gjërat që i përkasin thot gjykimit. Dhe për të arsye ata që banojnë në tokë do të mundohen, mundim i madh. Sepse çfarë kishin bërë? Nuk kishin thot. Edhe pse kishin kuptim, morën njohurinë, kryen pa udhësinë, edhe pse morën urdhrimet e ligjit, nuk i zbatuan ato, edhe se morën ligjin, vepruan në mënyrë të pabesë, ata që morën ligji për gjykimin e mundimit të madh, që është lënë me njëna. Profeti Jeshaja ta tha hapërzi në Isaia 24. Në Isaia 24. Ta hedhim dhe atë varg dhe që të kemi pasandaj që ka ndodhur ndryshimet e asaj kohës. Dhe gjykimi që po vjen. Dhe ta shikojmë gjykimin më vonë, prapë. Me Danielin 7:25, e njëta situatë. Ndryshuan ligjin, statutin, morën në përkembë beslidhjen e përjetshme. Gjë që nuk ka ndodhur që toka të meket apo të davaritet, siç thotë në Isaia 51 që Mesia do vi të gjykoj kombet me anë të ligjit. Toka do zbrazet, do vuaj, do ligështohet, do meket. Njerëzit gjithashtu në njëjtën kohë, toka është përdosur nga banorët e saj sepse çfarë? Kanë shkelur ligje dhe kanë ndryshuar statutin, kanë marrë në përkembë beslidhjen e përjetshme. Statuti këtu është ligji i Tij, që është një statut i përjetshëm, thotë numra 15. Një statut i përjetshëm, si për të huajnë, thotë, dhe që banoni thoshte popullit të Tij, që ne kemi hyrë me anë të Mesias Jashuas në këtë moral të përjetshëm, në beslidhjen e përjetshme. Desha të nxjerrja numra 15 që të bëhet lidhja dhe lutemi që masandaj të kuptohet për gjërat që po themi. Ja të jedhim ato dy vargje që të mbështesim sepse këto mësime janë masandaj dhe do jenë me irate sa ka dritë në këto platforma YouTube apo në Facebook, që një bashkëdhetar të kuptojë që për këtë statutin e përjetshëm që duhet mbajtur për gjithmonë me të gjitha brezat, është po ai ligj, po ai dekret thot për të gjithë ata që bashkohen me atin Yahweh, dhe këtu nuk ka ndodhur profecia, ti e shikon gjykimi që do sjelli ati Yahweh nëpërmjet ligjit me birin e Tij të gjykoj botën. Dhe ishte profetizuar që masandaj ky ligj do ndryshonte dhe festat biblike nga fryma e anti-Mesias të antikrishtit, që do fliste fjalë kundra më të lartrit dhe do përndjekë ata të veçuarit e të më të lartrit, dhe fryma e anti-Mesias antikrishtit do mendoj të ndryshojë kohët e caktuara dhe ligjin. Ndryshovi. Danieli 7 është folur të paktën, mos gaboj, 3000 vjet më përpara. Të paktën them, 2000 vjet më përpara u ringjall Mesia. Tani në Babiloni kur ishte Danieli, mund të themi ndoshta 600 vjet, nuk e di, po gaboj ndoshta, por themi 2500 vjet apo e them në atë mënyrë. Tani 2500 vjet më përpara u profetizua që masandaj nga fryma e shenjtë nëpërmjet Danielit që Satani do ndryshonte festat biblike dhe ligjin. Kur e bëri? Në shekullin e 3 të 4. 1700 vjet më përpara. Domethënë, të paktën u manifestua ky ndryshim i ligjit dhe kohëve të caktuara 1000 vjet mbas Danielit, me pak fjalë. Kur besimet katolik-ortodokse lindën dhe masandaj shfuqizuan ligjin dhe kohët e caktuara, vunë kohët e tyre, festat e tyre, dhe ligji u hoq në atë kohë, në mendjet e tyre, dhe u ndoqën masandaj nga denominacionet të njëjta gjëra. Vazhdojmë. Tani, po thotë që ati Yahweh çfarë do bëjë? Do japi thot prerje, thot, atyre që kanë mbajtur urdhrimet e ligjit, do qëndrojnë, thot, ne do qëndrojmë në prerje, ka fjalën ku po qëndrojnë apostujt apo Abrahami të tërë që po presin
Miriam, që po presin trupin hynor, deri në atë kohë kur ti do të ripërtërish krijimin. Kur do ta bëje? Ripërtëria e krijimit, ajo fjala kainos në Zbulesa 21, ka të bëje me fjalën kainos, që do thotë ripërtërirjen, në këtë rast i bërë më freskët se ç'ishte në kohë më përpara, thotë. I bërë i freskët në kohët e fundit, i pa përdorur, i një lloji të pazakonshëm, i të pa shembullit, i pa dëgjuar. Kjo është fjala kainos, ka të bëjë me ripërtërirjen në gjendjen e mëparshme të tokës në atë kohë që do bëhet. Fjala neos nga greqishtja ka të bëjë neos e re, nga hiçi. Këtu ke fjalën kainos, qytetin e ri, tokën e re, që në Jeshaja 66 që prekëm në fillim, kishte të bënte me mbajtjen e muajve të rinj, që janë 4 ditët e stinës që festohen të përjetshme, sipas kalendarit biblik që dha Enokut, dhe nga një sabat në tjetrën, thot në qiellin e ri, në tokën e re, Jeshaja 66, 22, 23, do vinë të bjerë në gjunjë përpara meje të adhurojnë Atin, thotë Jahve. Ja ku janë lidhen të njëjtat kontekst për festat biblike që do mbajnë në qiellin e ri, në tokën e re, në ripërtërimin e krijimit, kur Ati do të ripërtërijë krijimin e tij. Po ja ku thot në këtë rast, thot që një i papërdorur, thot më i lartër nga ajo që kishte më përpara. Normal. Kjo që kemi tani është si është. Kur të ripërtërihet, ai qielli i ri tokë e re do jetë me një lavdi, thot më i lartër, që është bërë, thot në kohët e fundit më i lartë se ajo që kaloi, që kaloi tu, që suksese, ka fjalën që succeeded nga anglishtja, ka fjalën që ka kaluar. Njëjta gjë, lem për momentin. Desha të kaloj në Ezra, prapë në Ezra, për të ditur çfarë po vjen, dhe si atë të gjykon, dhe çfarë do bëj, dhe me ke duhet jesh. E kam bërë mësime më përpara, varet ku janë tani se nuk i mbaj mend. Janë 570 video që kemi bërë për lavdit e tija, por do të tregoj këtë, tha profetit e Ezra, ati Jahve. Mos u shoqëro me ata që kanë kryer përbuzje. Vërtet? Çfarë tha në Isaia 51? Ju që jeni drejtsinë dhe zbatoni dhe keni ligjin tim në zemrat tuaja, mos u shqetësoni për fyret e tyre të rënda që çfarë kanë treguar përbuzje. Sepse thot, janë ata që do mundohen. Por ti thot, ke një thesar veprash të ruajtur me më të lartrin. Po, nuk do të tregohet o deri në kohën e fundit. Ati po i fliste profetit. Dhe nëse një nga ata që kanë treguar përbuzje dhe nuk kanë ndjekur rrugën e më të lartrit dhe kanë përçmuar ligjin e tij dhe kanë urryer dhe ata që i friksohen Atit Jahve Zotit, këto shpirtra të tillë nuk do të hyjnë në banesa që Mesia shkoi të përgatiti. Po menjëherë do të ende në mundime gjithmonë të pikëlluar, të trishtuar në 7 mënyra, dhe jep ato 7 mënyra si do pikëllohen. Si do pikëllohen. A nuk po vjen rilindja në zemrën tënde? Në mendjen tënde? Nuk do të hyjnë këto shpirtra në banesat e tyre që kanë çfarë? Përçmuar ligjin e tij. Ti e pe pak më përpara. Kanë përçmuar ligjin e tij, ata tha. Ti sot po e përçmon ligjin e tij, masandaj dëshiron të hysh në banesën tënde? Si frymërore të trupit hynor, apo në banesën fizike që ndodhet brenda në qytetin e ri, Jeruzalem i ri, që do zbresë nga qielli i tretë. Ti e pretendon atë gjë? E shpreson, por mos vazhdo ta përçmosh ligjin e tij. Mbaje ligjin dhe Mesian Jashuan, të dy gjëra që ke nevojë. Sepse këtu po flitet për ringjalljen, ti e shikon.